Sapo ka përfunduar etapa e dytë e kupës Akim Kafili 2025 me trajnerin e Vllaznisë Donat Kola. Vllaznia u përfaqësua me një ekip të plotë. Sa kënaqur jeni, pse nuk fituat në mënyrë finishe. Drejtën vim asnjë sezoni jo të plot nga ana përgatitjes si kena bërë për arsye se shumë një problematika e madhe nga baza materiale, nga karburanti, si janë një detyruar të përgjithësuar servitjet sa servitore. Po thëmë drejtën duhet i falenderoj çunat për sakrificën, për mundin e përdjesën dhe që kanë bërë me këto kushte të vështira. Diçka për ciklistët, për formacionin. Thëmë drejtën na kena filluar shumë vonë fazën përgatitore, thash kena bërë stërvitje të cungume, të pa për problematikën e karburantit, si ka kohë si nuk na kalohet karburanti, ti trajneri pa karburant ciklizëm është pa mujtën për të drejtuar seancën servitore, detyrove i bën me 50%, 40% nga kërkesave, mos e marrë nga kërkesat që më po më jena këto rezultate këtu që do. Ata çuan kanë bërë maksimumin, i bëj thirrje bashkisë ta shohë mundsinë që ta mbajnë ciklizmin gjallë ose për këto kushte me këto nivele është shumë e vështirë për ta marrë vllaznin nivele që duhet. Ishim mësuar me 2 kupat e mëparshme Fin Elbasan dhe në Kavaj për të fituar trofe nga ciklistët e ekipit tuaj. Cili prej tyre sot po vënë një shëndi pozitive? Thëmë drejtën ne të organizuar skuadrën, kena bërë frime të reja, kriju një grup me element shumë perspektives, një nga to duhet ta fillojë pra në qes një ciklist me talent, po mund ta syjë me plot gojen Luis Marzioni, arriti hapsen moshën 14 vjeçare ta përfundojë aktivitetin me sukses. 26 maj është Gjiro e Shqipërisë dhe presidenti i Federatës Shqiptare të Ciklizmit Skenderan Gjaku paralajmëroi rritjen në Shkodër të një numri shumë të madh ciklistësh shqiptarëve të huaj, të jetë një ngjarje sportive. Mendoni që mund të jepin ndonjë shëndetje? Thëmë drejtën nga problemin e kena të mumin të rason Vllaznia herë në rrallë parë, ta çojmë nivele ku duhet me kenë. Skënderi ka punën e vet, ka federatën, ka interesin e vet, ne na intereson vetëm Vllaznia. Duhet bëjmë shumë ta çojmë Vllaznin në nivel. Duhet të bëjmë thirrje personalisht edhe kryetarit të bashkisë ta shohim punën e karburantit, punën e bazë materiale se jena thëmë drejtën cop në këtë aspekt. Në fakt sot janë Gjako bërë një thirrje publike për Bashkinë Shkodër që të jetë sa më pranë ekipit të ciklizmit, ndoshta edhe kjo thirrje mund të bëjë efektin e duhur. Shpresoj në kontakte që na pa, shpresoj në avon shpresoj se do të ndryshojë diçka, shpresoj inshallah për mirë. Faleminderit, sukses. Faleminderit.